Kuptime të rëndësishme të emrit të Allahut El-Mukit. El-Mukit është ai që furnizon çdo krijesë me saktësi të përsosur, duke i dhënë aq sa i duhet për të jetuar, dhe duke e mbrojtur nga teprica që do ta dëmtonte. Furnizimi nga ai nuk është thjesht dhënie, por përshtatje e përkryer me nevojën e çdo krijese në çdo vend e kohë, me një ekuilibër që asgjë nuk mund ta prish. El-Mukit të mban gjallë me furnizimin fizik dhe ta gjallëron shpirtin me furnizimin e adhurimit, një ushqim që të jep qetësi dhe dashuri për Allahun. Si trupi që dobësohet pa ushqim, ashtu edhe zemra dobësohet pa ushqimin shpirtëror që vjen nga El-Mukit. El-Mukit kujdeset për çdo hollësi të jetës dhe ruan ekuilibrin e çdo mirësie. Ai furnizon çdo qenie deri në nivelin më të imët dhe kujdeset për qëndrueshmërinë e atij furnizimi. Çdo frymëmarrje dhe çdo rrahje e zemrës është në mbikëqyrjen e tij të vazhdueshme, një kujdes që të bën të kuptosh madhështinë e tij dhe të shton dashurinë për të. El-Mukit qeveris furnizimin dhe efektin e furnizimit. Ai të jep ushqimin dhe po ashtu shijimin, ngopjen e tij, ilaçin dhe po ashtu shërimin me të, hallalin dhe kënaqësinë e pastër që vjen me të. Askush nuk mund të gjejë kënaqësinë atë që Allahu urren, sepse ai, si El-Mukit, nuk e mundëson këtë. Çdo mirësi ai e jep, e ruan dhe e bën të dobishme vetëm për ata që janë mirënjohës ndaj tij. El-Mukit ta ka besuar kujdesin për ata që janë në përgjegjësinë tënde, ashtu siç kujdeset ai për ty. Atëherë kujdesu për familjen me furnizim halal dhe me fe, ushqe trupat e tyre me punë të ndershme dhe zemrat e tyre me besim të drejtë. Furnizim nuk është vetëm buka që han ata, por edhe siguria shpirtërore. El-Mukit furnizon zemrën me kënaqësinë e adhurimit, gjë që arrihet me kërkim këmbëngulës nga robi. Kënaqësia shpirtërore nuk zbret rastësisht. Ajo është risk që fitohet me përpjetje të vazhdueshme dhe sinqeritet në adhurim. Sa më shumë që njeriu afrohet me Allahun, aq më shumë i hapet zemra për të shijuar ëmbëlsinë e adhurimit dhe për të ushqyer me dashurinë që vjen nga El-Mukit. El-Mukit i hap zemrës rrugën drejt afërsisë me të, nëpërmjet veprave të mira dhe shoqërisë së sinqertë. Kushdo që kërkon Allahun me adhurime vullnetare, do të arrijë të afrohet atij. Kushdo që rri me njerëzit që kujtojnë Allahun mëngjes e mbrëmje, do të ndjejë furnizimin shpirtëror që ja gjallëron zemrën, sepse afërsia me El-Mukit nuk arrihet vetëm. Ajo rritet në mesin e atyre që e duan dhe e adhurojnë me sinqeritet. Hoxh Enis Rama, nga libri Ta njohim Allahun.